kisha fjalën për këtë macchiato. Para se të më kryqëzonin nëpër komente, kur thash macchiato, e kisha fjalën për këtë që do bëj tani. Kafe gjysmë, një lugë shkum sipër. Dhe po ta shohim tani nga sipër, do duket realisht sikur ka thjesht një njoll qumshti. Ndryshimi me një macchiato normale që pim ne është sepse realisht nuk e mbyt shija e qumshtit shijen e kafes, duke qenë se ka vetëm shkumën e thatë sipër. Dhe me që jemi te kjo tema e qumshtit, sa nga ju e dini që këtë lloj kremi qumshti neve mund ta bëjmë në shtëpi pa patur një makineri ekspresi ose në një makineri tjetër që mund ta bëj. Vetëm me French pressin ne mund të kemi një qumësht kremoz. Dhe realisht e mendoj që dhe në shtëpi mund të bëjmë pije shumë të mira pa patur nevojën e mjeteve profesionale. Për shembull, nëse nuk kemi ekspresin, ne mund të bëjmë kafen me moka. Për shkumën e qumshtit, siç thash, mund të përdorim French pressin. Nëse nuk kemi një mikse për frapen, mund të përdorim një kavanoz me akull brenda. Me mjetet që ne I kemi në kuzhinën tonë ose në shtëpinë tonë vërdall, mund të bëjmë gjëra shumë të bukura nëse kemi kreativitet.